Berisha njoftoi protestë më 16 maj në ditën e samitit me liderët evropianë në Tiranë. Sali Berisha njoftoi se Partia Demokratike do të organizojë një protestë për të denoncuar vjedhjen e zgjedhjeve të 11 majit, pikërisht në ditën kur në Tiranë do mblidhen liderët e Komitetit Politik Evropian. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet në datën 16 në orën 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektoral Edi Rama që nuk respekton asnjë ligj ndërkombëtar për zgjedhjet ta Berisha në një konferencë për mediat. Garantojmë se nuk do të ketë probleme që të cënojnë shkallën më të vogël sigurinë e shtetarëve që vinë, por duam që ata të mësojnë se kanë qenë të ftuar nga një narko diktator që nuk njeh ligj as moral për votën dhe vullnetin e qytetarëve të tij. Kryeqyteti shqiptar po përgatitet për të pritur me 15 dhe 16 maj samitin e Komunitetit Politik Evropian, një ngjarje me peshë të madhe diplomatike që do sjell në Tiranë lider nga gjithë Evropa. Në prag të këtij eventi autoritetet po njoftojnë qytetarët dhe udhëtarët për masa të rrepta sigurie dhe riorganizimet përkohshme të infrastrukturës. Aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza ka publikuar një njoftim zyrtar në rrjetet sociale duke bërë thirrje pasagjerëve që të paraqiten në aeroport deri në 3-4 orë përpara fluturimit për të shmangur vonesat e mundshme. Rekomandojnë kontrollin e vazhdueshëm të njoftimeve nga linjat ajrore dhe përdorimin e check-in online, po ashtu udhëtarët këshillohen të mbajnë kartën e embarkimit në telefon për lehtësuar procedurat. Në ditën e samitit pritet të ketë kontrolle shtesë sigurie, ndalesa të përkohshme në disa akse rrugore, veçanërisht në zonat rreth godinave ku do zhvillohen sesionet plenare. Policia e shtetit ka paremëruar për trafik të rënduar dhe bllokime rrugësh në Tiranë, duke i kërkuar qytetarëve mikroklima dhe bashkëpunim. Ky samit konsiderohet si një moment i rëndësishëm për Shqipërinë, i cili synon të forcojë rolin e saj në tryezat evropiane dhe demonstrojë kapacitete organizative në nivel ndërkombëtar.